Paramilitarin ku vro, knaqësi më të madhe nuk ka pas. Ka bo bërtimen shumë e ka bo të keqe. Stani, zagjeti, maj ku vas shqiptar s'ki ka bo, po. Shkoj gjaki nelt, pak pej Serbijës, në tokë midis Kosovës i ju kum qu. Kum ka pa mitrolezin edhe unë ashtu. Ne, pucaj, ne. Po, mos gjuj, po. Edhe i kum thonë, baci rëzhi, ti mater, gjuj armen të bofsha kështu, edhe atëherja kum shu. Me petic në 40 e kusur fishek, edhe oran në të vi. Unë e quëm nga një kuqi, prej Deçanit. Ish ushtari u qekes, ne jemi kyq, fill mas 24 marsit, që ka ndodhë rastin të Lëgjan. Deçani shumë heret, mas rastit të Lëgjanit Haradinaj, edhe në Deçan ka pas masa paramilitar shumë. Ne Deçanin e kem shu me 29 maj. Ka pas vram shumë, ushtar, 29 maj, kemi ardhë dhe në Luk. Po, në Luk kemi në shtabin lokal, kom najt dhe këti e naj 99 në shkurt, me 5 shkurt, jë marrë në fshatin Lumardh, i cili ish komandant Delileka, kom respekt, nuk është këtë jetë. Po, edhe jem shku tuaj, kish ushtrim, i kish krejt sigur kazer me shpi 2 kate, me kreveta, me krejt, më ka prit mirë, me ushtar shumë djem të fort Lumardhit, ka pas Demluli i Bërliqit, me shumë djem të fort, aty më kanë prit mirë, ma kanë dhoni arme, Delia ma ka dhoni një dhetshe, pushk, edhe aty kom nisë me dhoni roje, me veshgu, me krejt. Atër kom qenë 30 vjeqar. Gjarja ka rjedh Aliget, si që tu që kish kulla si është, na jemi konë tu i pastruhe armet, edhe a i ka ardhë në veshgim, vetu. Alia, edhe i kish pa marrë do arra, si ka pas shpi, edhe na boni pyetje, tha, apo deni në veshgim? Luk tull. Na i tham jo. Tha, deni ka pak si në ka hin, tha, në ka plaqkitin edhe kishin pa vra do të qane do të dyshka kështu. Edhe unë im kone roje atë natë, në Lumbardh, se roje isha me Besim Thaqin, a i ish djallë shumë i ri o konë, po shumë i zoti. Ish ka 1 orë atë natë, ka ardhi se mema, tha, Gani tha, nesër dojmë i marrë një akcion në Luk Tullt, a ki me dëshirë, a donë më ardhë, tha, e me ta bo një zavendësim. Po, unë i këmë thonë, po, aty ma ka bo në rrimin, këmë pushu, i mi arnë me në gjesë, kanë 8 ora, këtu, që tu jemi vendosë në shpinë e Ibrahim Tec. Po, une, Hiseni, Hisemema, Tahir Thaqi, edhe Miftar Leka, edhe i Bish Mulliq, që tu jemi konë vendosun, edhe atje poshtë, o konë një shpi e Gecve, shpi 2 kate 30 metra, o konë e gatë, 2 katë. Atje, në fund, të qaj ziti në fund, o konë Arsim Përgjegjaj, e Arton Leka, o konë i Qaranik, edhe o konë i Mrejsh, krejt, në katin asfalt. Këtu manel, 2 katë, o konë Homdi Bala, i Strelcit, edhe Agron Leka. Që tu lërë dyrë kullë e maqë me o konë Muhamet Leka. Se e qujke vetën si komandant, edhe na jemi vendosë. Po, këta i djemë t'jenë këtu, jënë vendosë Miftari, Hiseni, i Bishi, po, edhe une jënë vendosë që tu konë Pozlomi, jënë konë venat. Po, tuaj stubi aty, o konë plehi. Dhe une, me mitrolez të madhë, mi plejmë konë, nëse vinë forsat mëdha, për me gjujtë. Po, me gjujtë sa ma shumë me konë pas hapsinën e madhe.
nuk ka vanu as 1 orë gjys 2. Na kem në i krizëm. I krizëm të vogël ishim të buaj gare, edhe ku kem në atë krizëm, i shko traktor. Traktor 39, paramilitarën to, me shami. Me shami i lidhën me kik. Mras flokë si ka pas me kik, edhe e ke marrë nësaj, mi kësi pararoje me po veshgot terenin, edhe na nuk kem bozoj ku. Ku arë të kjeri maknej, e ka hetu këtu miftarin, miftar leken, edhe këta kolegë pak i ka hetu atje, edhe ka bo, bërtimen shumë e ka bo të keqe. Stani, zagjeti, maj ku vas shqiptarski ka bo, po, edhe i shprish, krejt i shprish, po, edhe qashtu edhe këta, a i miftari, tha unë u dërzova krejt. Pushken i kish me veti, kishin, tha unë u dërzova në me të bërtim të keqe. Atër buh, po, unë atje, me mitrolez mus, m'ka vrejt iq. Asa ta djem të atjes, nuk i ka vrejt. Edhe shkoj gjaki nelt, pak pej Serbije, si thojnë, në tokë midis, si thojnë Kosova, si ju kum qu. Isha i pa rrumi, pa me atë petit, si kum qu në kom, i kum thonë, ko ka pësu ish ati, po, konë beshan. Ha, kum ka pa, mitrolezin, edhe unë ashtu, ne, pucaj, ne, po, mos gjuj, po, edhe i kum thonë, batë si rëzhi, patër, gjuj armen të bosha kështu, edhe shumë i meqëm. Këroj në dorën e djathë, e ka pas kalashën si Rambo. Edhe e ka pa i prolaz aty, ty në herëve, si bëjshim kujshilak, nërveti, gjysi i kalt, gjysi i qelur, edhe ka bo për me ikë. Na kishim për me nëzon gjallë pak, me marrë informata, edhe atër ja kum shu. Me petic në 40 kusur fishek, edhe oran në atë vi, ku i vi e madhe aty, ku oran vi, po aty lirisht me zemër ato topi i dëpërtojke. Municioni i madhë, kalibrit madhë, edhe e kemi lonë aty. Po, nuk kanë vanu shumë, kanë arë forca shumë pi pëzharit. Edhe ka njës lufta pi këtuit, nuk ishim shumë në 8-9 sa pasi, nuk ke mujt, i ke bo sa ke mujt, edhe jemi tërhek ka dale. Arsimi si u konë në fillim, arsim përgjegja, e arto leka, si të thashin kona të qaranikin, aje ka pas një mitrolez kinez me dubosh. Edhe tha gani, tha mu ka kuqit. Sa aje ka pas shansën, mi adhon për 1 metre, mi e veç me aty për dritarës, u konë mresh me ekra, edhe mi adhon, tha mu ka kuqit, edhe kështu kem bo tërhekjen, edhe kemi shku në fshatin Lumar. Ishin një stikamet aty, edhe jemi përgadita si mas 1 dite, ka nërë forcat në dha. Ka nërë piluks eper, edhe ka nërë kështu s'ka e gati korrizit bistrit, edhe në ketë këtu, te vorët e luks ult, si thënë te varezat, edhe dete shpija dhe ukaj kolonë o në hapsin, edhe në ka nërë në tesha të qekes. Po, atër, kem luftu sa ke mujt aty. Sa kem pas municion, jemi tërhek, dyrëm dyrë, që shtu, ata po, të da njek në mas bëthprap, tu tërhek. Se si ishe pa përbalush me i përbalu dhe asaj force, edhe jemi tërhek ka dale rrugës, një rrugë e livadhe, thirët rruga e Mems. Rrugës Mems, edhe i kem pas poshtë atje istikamet, i kem pas. Marume jemi randi istikame, edhe aty jemi përgadit bukur shumë. Në ka nërë forca, në ka ardhë një rast, Daut Aradini, Besim Selmonaj, edhe Shpan Malaj, ishin forcat më dha të gjujt. Unë isha vetë i dyti në istikam,
edhe me mitrolez, a i mi mushke, se kisha sanakin, me sanak, municionin a i kolega, edhe e kometu Dautin, lërgë e kometu, ja kom bo qështu. Nuk e kom ditë si po, komandanti edhe o unë pak cuc, mas një qube dhe ardhë. Po, ishtë merë, granatime ato ishtë merë. Edhe, tha, ka e në shkijet. Tha, shkijet jenë që tu pëka kodra lumardhit për krejt, dete uka i të nej, edhe Dauti, aty më ka befasu edhe me ka hek tutën pak, i shkoni i armatosur me zoll, 3-4 lloj armësh, i top dore, qashtu bisimi, qashtu shpeni, u këputshin ata bungat, se granatimet rona, edhe as një pityne me bo mu unë gja mu përkull, veç pipën kom. Edhe në atë aksion, me rritat e tyne, po i kemi tërhek, veç i kanë tërhek autoblina, mjetet rona, me municion, me do uniforma, me ushqimore sene, krejt javë kemi në zonë. Fal, Daut Haradinit, besimit, shpend mala, djallës, shumë i forë. E kështu kemë bo, kemi najtë edhe i kohë, i javë nuk e di, 5-6 ditë, edhe na kanë hi forcat për Bërliqit. Kanë arë forca shumë të mëdha, e na kanë hi për Bërliq. Bërliq të ura Bërliqit na kanë hi, se na ishim një stikame poshtë atje. Me turbija i shishim, kolone madhe ish. Te për kolone madhe. Edhe kem gjujt. E kishim edhe Golinovin, e kishim arme, ishin do djem fort ishin, edhe po ishin shumë ishin. Edhe jemi tërhek ka dale, se lufta ish edhe ka kënejnej. Ka shkolla Lumardhit, edhe ka ish po një kryt ka, e ishim 2 grupe. Kemi najt shumë, kemi asishne, o konë ka 9-10 i mëngjesit, unë i më konë në nej për Bërliqit një stikom, po ardhë një ushtarë, tha, gani nuk po muj me të pru bukë. Tha, priton, tha, me ardhë me hongër bukë, një stikame. Nuk e kisha lërgë, tha, veti dytë isha, tha, shpo nuk në shohet marë pika vetëm, tha, s'po du bukë, tha, hajde, tha, 2 minuta. Edhe jem shku, tomël vlumë, si kishim vlu, bukë, asi, e kom hongër, o ardhë ashtë si më përgjegjaj. Pej Nelti ardhë, pej Lumardhit edhe shumë djali zoti. Asi, tha, gani të bohë mirë. I thash, hade byrë arsi. Tha, jo, ish parë, jo e rmatosun, po e kishat me dubosh e ka pas kinez. Tha, ka qu komandantin, nuk e di cili komandant, Delia Sokon, Delia kon shku me të plagosun për në Shqipni, edhe e ku mi thash, ku e ka shkon? Tha, jem ka shkoj, tha, nga një të kuhartë, tha, dhe mi tërhek me mujtë Golinovin, si shmet një ronë. Thash, mos shko atje, thash se jën hi, thash, unë ma i mrami me piki më kone në për Bërliqit. Mos shko këthev që tu, jo, o shku e ka ullë kryt, pa armë, edhe o shku të poshtë. Nuk jënë bo 2 minuta, zdi si jënë bo 2 minuta, ku ka kërsit breshër, mitroleza, asishne, jë mrani stikim, konë brek të hongër, jë mra që aty, edhe jënë ardhë, ushtarë arë, Muhamet Leka arë, edhe e kishin pa në zonë, kanë gjujtë të plaguj, herë. Po, krahin të ka emblema, ja kanë këput. Po i, pare militarin, ku vro, knaqësimat madhe nuk ka pasë. Se e nisha vetën, si thojnë, shpinë, van tonin, tokë tonën, me arë një shka për i Serbije që po, e me sha, e me asish, në është dishka po, edhe s'ka mujtë, me bimë, konë knaqësia ma madhe për mu një jetë, konë. Kur u kona i momentit që ke marrë vesh që Kosova është liru, ose ku je konë ato momente? Momentin, ku marrë vesh, si jemi konë mes Ratishit, Dashrinac, po e shtabin e kem pas në Maznik,
Në Buqani mi konë një vijë e lidhme, shumë, po kryesorja u konë mas shumë, si kontributi është i generalve, i Ramushit, i Dautit, si në Maznik, ma i si hinë forcat e i shbrazen po katumet për Shqipni, shumë hitëse i kishin pak thy, shkijet. Qysh i kanë frasi, edhe ka pas pe Drenice, me Rakovica, traktor, robe fëmi, na kanë najtë Maznik. Po, Maznik asi ka siguri, ka. Aty pleq thëmi, lindëshin gra për dit. Ajo shumë, si thojnë ajaj, legjend është ajaj, si thojnë ajaj Maznik, si thojnë, koftë i bekum, ata uj ati lugit, pronit, spitali u konë, se ish vape, ish shumë, Ramushi, çdo pikë, qëndroni djemë dhe pak e qëndroni, se ushajshim, na ushajshim 100 metra, 100 metra s'ni begoj, po ushajshim, a shki, no, po, a si ish në u gjujshim, qaq forca ka pas, si pa mujshme, që si nuk e kem ditë mirë, na ta mon sa që ka numër, po, djem fort, djem asishne, po, na ka arë Delileka në vaktin, ma të mirin, me 60-70 ushtarë, me municion, atëhere, ku na ka pru municionin, e s'ke bubë. Sa mu i thirshin oficirat peje shtabit, qysh se mund ishin mirë Maznikin, me dëpërtun Maznikin popollat, edhe me boje hon ata, sukur nisniq, kish dështus, qaja ma, so konë edhe nisniq, po gjinja me që me mbrojtën e ditën me asishne, edhe në Maznik, edhe asë një asi, po, falë qa u shqelës komandantit, edhe a i mushtarë të vetë, në balë o konë. Adem Hagjosaj, Enver Dobraj, po, e shumë bram lataj, edhe këta nipat e lanë Selimit, 4. Hero është Helezi, po, dëshmore, Lezgeci, që oratë të ura për zharit, e kem qëndru, si thonë, o kona e shumë. Pika ma të nëzeta në Ratish, Dauti ka e në konë. Se unë im konë në brigadën 132, Myrt Zeneli, e Ademi, e Daut, ata e në konë 131, e Isuf Gërvalla. Ata kishin ushtarë, kishin përvoj ma shumë, po dhe na imi konë. Cila konë është ajo fjalla që ja ke thonë në shtavetës, jo dikuj tjetër në momentin që është liru Kosova? Une, momentin si është liru Kosova, me do ushtarë, jëm gjitë kanalit për pjetë, po unë që kom pa aty municione, asi, sanaka aty, unë po të thëmë shqyqysi se kem ditë që ka pas shkije, paramilitarë. Po në atë kohë, si thojnë këta kalujpat e edukatit që janë në përbonka, kur shtetin maj forti, ose dolar me pas në djathë të dëshmojt, kur s'ka shku menja, a me zgatë me thonë, ta marë, a e s'kurs, ka shku qështu, ka përfundu. Vendi në gjarjes, ku vra paramilitari, është qëtur breg tërtuari, o ko një vi shumë e fel, i par dyra dhenaj, edhe qëtur në vi është ra. Edhe omet. Ku i marrë këtu, një detaj, ju konë i shtrim paramilitari këtu, edhe si tregova ka pas për me i topi me zemër ato i ka pas krejt, dalën e si thojnë. Muhamet Leka o konë me snajper këto ato dyrë, ajo kullë shumë e ma që më konë, dhe ka arë momentin, e i ka ra për dekni si thojnë, i dekun për i bom, asi i ka ra me snajperë. Që ku jënë edhe të gjurëm, si thojnë, gjalla si jënë metë, pi paramilitarëve sërbë, si thojnë, po, që në gjarje si ka narë forca për onës, po, për zharit, po, adhej, edhe në sa ke mujtë, kullën në shpinë e Brahim Tec, kem qëndru. Në i ora nga 2 orëve, i kemi bo balë, ma shumë nuk e mujtë. Jem të rekë.